Prej vitesh në qytetin bregdetar të Vlorës, takohen dy anë të njëjtit realitet. Përgjatë sezonit veror, bregdetin e Vlorës e shfrytëzojnë me qindra biznese këto të cilat vendosin në bregdet çadrat dhe shezlongët, duke i dhënë më pas ato përkundrejt pagesës për çdo pushues. Bizneset të cilat e kthejnë pjesën e bregdetit në pronë thuajse të tyre dhe fitojnë prej saj 10 miliona lek, por pavarësisht se prej hapësirës së bregdetit, të cilën e shfrytëzojnë për biznes si plazh privat dhe fitojnë pas përfundimit të sezonit veror, askush nga këta tur operator nuk e merr mundimin të përkujdeset për atë hapësirë që përgjatë verës fitoj të ardhura. Bregdeti i Vlorës të ofron sot një pamje krejtësisht tjetër nga ajo që mund të shihet në sezonin veror, por edhe atë të vjeshtës. Në pjesët ku më parë ky bregdet është shfrytëzuar nga operatorët turistik për plazh, sot gjen mbeturina të shumta përgjatë gjithë vijës bregdetare. Realitet ky që ekziston prej vitesh, pasi këto pjesë të bregdetit të Vlorës që i shihni edhe në pamje deri pak ditë më parë kanë qenë në administrimin privat dhe në to nuk konstatoja asnjë mbeturinë. Biznese private që e kishin atë në shfrytëzim pikërisht vijën bregdetare deri në mesin e muajit tetor përkujdeseshin çdo ditë për të, duke hequr prej andej mbeturinat e shumta që idheshin nga pushuesit, por me të përfunduar kontrata, me të larguar çadrat dhe shezlongët, këto biznese e kanë lënë edhe përkujdesin për plazhin. Institucionet lokale në Vlorë, pas largimit të çadrave dhe shezlongëve në bregdet, kanë ndërmarrë për ditë me radhë një aksion pastrimi në vijën bregdetare të Vlorës. Prej andej janë larguar mbeturina të shumta, pjesë të thyera nga orendit e biçbareve, pa pastërti nga më të ndryshmet. Praktikisht, ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës kanë kryer atë detyrë që duhet ta bënin vetë bizneset. Për më tepër, këto ndërmarrje, siç mund ta kujtojmë të gjithë, edhe në muajin maj, pastruan dhe bën gati bregdetin për t'ia dhënë në shfrytëzim privatit. Kur sezoni përfundoi, ky bregdet pastrohet për ironi të fatit sërish nga ndërmarrjet e institucioneve, pasi bizneset menduan vetëm të fitonin dhe jo për të lënë hapësirën publike në gjendjen optimale, të cilën e morën më parë në atë gjendje.